Çdo njeri gëzon të drejtën të bëjë pjesë në një rend social në ndërkombëtar, në të cilin të drejtat e përcaktuara në këtë deklaratë mund të realizohen plotësisht. Deklarata universale e të drejtave të njerëzit. Paragrafi 28. Gjetja e një ndërmjetësuesi midis njeriu të thjeshtë dhe shtetit përbën një problem të përhershëm të qytetërimit modern. Historia e vendeve të ndryshme na paraqet përvoje të ndryshme, edhe për krijimin e mjeteve për arritjen e këtyre qëllimeve brenda kontureve të shtetit ligjor. Një mjet i tillë është avokati i popullit. Zot Ermir, faleminderit që na pranuat në studion tuaj, në zyrën tuaj. Do doja ta filloja me një pyetje të thjeshtë. Çdo të thotë për Ermir Dobianin që emri i tij të jetë sinonim me emrin avokat i popullit gati prej po afërsisht prej 10 vitesh. Unë mendoj se ka qenë një nder i veçantë dhe kënaqësi e madhe për mua si individ që për 10 vite të ngre institucionin e avokatit të popullit në Shqipëri, ta udhëheq, ta drejtojë atë institucion dhe që pas 10 vitesh ky institucion ka arritur në të jetë një institucion i vlerësuar mjaft nga opinioni publik shqiptar, nga institucionet shtetërore të Shqipërisë, nga faktori ndërkombëtar dhe nga institucionet homologe të avokatit të popullit në Europë edhe kudo në botë. Është kënaqësi e madhe të krijosh një institucion të tillë sepse mbiemrin ose si të thuash prapashtesën i popullit është i vetmi institucion që e mban në një shtet. Dhe kjo presupozon që të kesh përfaqësuar ose të kesh mbrojtur interesat e të gjithë popullit pa patur parasysh asnjë lloj dallimi nëse race, kombësie, përkatësie partijake, gjendje shoqërore, seksi, moshe e tjerë. Kështu që nga kjo pikpamje tani që unë së shpejti do dorëzoj edhe detyrën e avokatit të popullit, do të jetë, si të thuash, një nga pjesët më të bukura të jetës time, të angazhimit të tim të madh profesional si jurist, por mbi të gjitha si person i cili ka kontribuar që në Shqipëri niveli i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të jetë në këtë standard që është sot i vlerësueshëm, i barabartë me standardet e vendeve tjera europiane. A mund të shpjegohet me fjalë satisfaksioni që ndjeni ju duke krijuar një gjë të brisht fillimisht, një gjë të brisht por që mban, siç e thatë dhe vetë, emrin i popullit i vetmi institucion, pra që ke mbi kurris shumë probleme, shumë detyra dhe ta ngresh avash këtë ngrehin me emrin, këtë institucion me emrin avokat i popullit. Ndonë se unë i kisha të qarta në mendjen time se çfarë duhet të bënte ky institucion dhe se si duhet të ngrinte, patjetër që pasiguria më ka përshkruar edhe mua që nga momenti që pranova dhe që u zgjodha nga parlamenti, sepse kur u zgjodha nuk kishte as zyrë, s'kishte as përvojë, s'kishte staf, absolutisht asgjë. Dhe unë mora në dorë vetëm një vendim nga parlamenti dhe një mbështetje nga parlamenti, sepse u zgjodha me gati 7% të votave të parlamentit në vitin 2000. Kjo presupozonte që unë edhe pata faktikisht mbështetje jo vetëm parlamentit, por dhe qeverisë së asaj kohe, dhe nga avash gjatë punës fituam edhe besimin e opozitës, sepse të themi të vërtetën, shpesh në opozitat janë refraktare ndaj këtyre institucioneve që zgjidhen nga mazhorancët të caktuara. Por me kalimin e kohës, me plotësimin e stafit, me marrjen e zyrave fillimisht të vogla, të ngushta,
por pasi patëm mbështetje të madhe ndërkombëtare, morale, profesionale, por dhe materiale, unë pak nga pak fillova ta ndjej domosdoshmërinë e hedhjes aktive në punë të gjithë stafit dhe për të vënë në jetë vizionin që kishim që të vishim totalisht të mbrojtje të qytetarëve, sepse sapo unë zgjodha mas 2 ditësh fillon të vinë kërkesat e para e popullit, nuk e dinte që unë isha zgjedhur, por s'kisha absolutisht asnjë mundësi që të kryja detyrën për t'i mbrojtur ata. Përfundimisht ne në muajin qershor të vitit 2000 filluam të hapim letrat e para dhe nga ato unë kuptova se sa vështirësi do duhesh në radhë të parë që ta kuptonte administrata se pse ishte krijuar ky institucion dhe çfarë kompetencësh dhe drejtash kishte të bëjë. Unë masi kirova stafin bazë kritereve të konkursit dhe të meritës se secilit prej tyre i mblodha ato dhe i thash, shikoni djema dhe vajza, burra dhe gra, të harrojmë çfarë kemi qenë në të kaluarën. Duke qenë mes qytetarëve dhe administratës, mund thoni që e keni pasur më të vështirë me qytetarët apo me administratën? Natyrisht qytetarët janë halexhi dhe qytetarët gjithmonë të mirë kuptojnë. Edhe në ato raste qytetarët drejtohen avokatit popullit megjithëse e dinë që dyert e institucionit janë të hapur, ata janë të mirë pritur, shërbimi është pa pagesë, prapë ata shpeshherë si halexhi që i shprehin impresionet e tyre, sepse e thonë që shqyr që gjetëm një derë shtetërore të hapur, shqyr që gjetëm në punës të shtetit, të cilët ulen, na dëgjojnë, nuk mërziten, kanë kohë të dëgjojnë problemet tona dhe edhe kur nuk kemi të drejtë, ne të paktën shfryhemi tek një institucion shtetëror. Dhe personalisht mua më ka ndodhur me 10 herë që njerëz që e dinë që ne nuk mund t'i ndihmojmë, që e dinë që çështjet e tyre janë mbyllur dhe nuk kanë rrugë tjetër për të. Megjithatë, kërkojnë një takim, kërkojnë të shfryhen para avokatit të popullit, hallin problemin e tyre dhe në fund masi sqarohen, thonë, faleminderit që na pritet të harxove kohën, por të paktën unë u shfreva, dëgjova një mendim të kualifikuar, e dëgjova nga një përfaqësues i lartë i shtetit dhe tani jam i bindur që nuk mund të korrigjohet më gabimi që është bërë. Ndërsa me administratën e zyrtarët kuptohet që me ta ke një ligj përcaktuar, e norma etike të punës, qoftë për ata, qoftë për ne, dhe ka detyrime kushtetuese për avokatin e popullit, po ka dhe detyrime kushtetuese dhe ligjore për të gjithë zyrtarët e lartë. Dhe zyrtarët çfarë do lloj kategorie në Shqipëri, dhe marrëdhëniet me ta ndërtohen në bazë institucionale dhe zyrtare. Natyrisht ka qenë më lehtë punosh me institucione zyrtare të larta, me anëtarët e qeverisë dhe me drejtoritë kryesore, dhe më vështirë të punosh me zyrtarët e komunave, të bashkive dhe të nivelet të dyta të treta, të cilët për fat keq kanë minimum niveli juridik, por që gjatë 10 viteve dhe niveli i punës dhe i njohurive të tyre për avokatin e popullit ka ardhur duke u rritur, dhe në përgjithësi tani vërehet një bashkëpunim i mirë edhe me këto nivele. Kontributi i avokatit popullit është kontribut 10 vjeçar tashmë. Megjithatë, unë doja të dija se me çfarë krenohet avokati i popullit përsa i përket arritjeve gjatë këtyre 10 viteve. E para arritje më e madhe është që ky institucion i ri, demokratik, që është i ri jo vetëm për Shqipërinë, por është për shumicën e vendeve të Europës, dhe totalisht për gjithë vendet e Europës lindore ka filluar të krijohet pas vitit 1990, por ne kemi krijuar dhe para disa vendeve të tjera të Europës. Është ngritja e këtij institucioni nga vetë shqiptarët dhe që ne kemi treguar me këtë edhe të hujve që ne dimë të bëjmë institucione të mira demokratike që nga fillimi. Mos harroni. Avokati i popullit, një derë e hapur për ju. Shikoj aty që emblemën avokatit popullit më bën përshtypje. Është e bukur sepse kuptohet si një institucion i ri dhe ne duhet të krijonim imazhin publik, pa të krijonim flamurin e institucionit, të krijonim sistemën e institucionit. Dhe në vitin 2000 unë krijova një mini konkurs me disa specialistë pra piktor për këtë çështje dhe më të zgjedhur e bëri piktori i shquar Gzim Tafa, i cili krijoi këtë imazh që percepton që ky është Atlasi, është figurë mitologjike, i cili mbron
në këtë rast avokati i popullit që mbron qytetarët nga pesha administratës publike dhe është dhënë në këtë formë si një ndërtesë e cila bën presion mbi Atlasin, i cili në sfond ka në mbrojtje 2 qytetarë, një burr, një grua dhe një fëmijë. Dhe mendoj unë që kjo përputhet me imazhin e institucionit dhe kjo u përkthye ose u transformua në një skulptur mjaft të bukur, ku përsëri është Atlasi, i cili ka peshën e hallave të qytetarëve të cilët i mban mbi supe dhe megjithëse tentohet që ai të rrëzohet nga hallet e këtyre, përsëri në formën e një peshë ngritësi ai po merr pozicionin për të ngritur lart për të mos lejuar që hallet e tyre të mos merren parasysh. Shumë e gjetur si ide. Është shumë e bukur sepse unë kam parë në botë mjaft të tilla të bëra, por në këtë zgjedhje që kemi bërë ne mendoj që është shumë intriguese dhe shumë domethënëse. Çfarë ka ndodhur me vetë Ermir Dobianin gjatë këtyre 10 viteve? Jeni bërë më i ndjeshëm, jeni bërë më i rrept, më i drejtë? Në këto 3 që thatë, unë jam bërë shumë më i ndjeshëm. Jam bërë shumë më i ndjeshëm dhe absolutisht nuk them që jam bërë më i drejtë, sepse unë i drejtë në gjithë jetën time në profesion, në punën time, kam qenë, edhe kur kam qenë avokat privat, nuk merja në mbrojtje palë që gjykoja unë se nuk ishin të drejtë. Po këtu, në këtë pozicion, ma ka dhënë një ndjeshmëri akoma më të madhe, sepse vetë puna më ka dashur që të trajtoj çështje, si themi, edhe të romëve, edhe të atyre pa banesa, edhe të fëmijëve të braktisur, edhe të atyre të ngujuar nga gjakmarrja, edhe atyre të keq trajtuar, të rrahur nga policia, edhe atyre që kanë mbetur pa bukë për arsye mjaft të ndryshme, por dhe ankesat të qytetarëve të cilët janë të dehur nga të mirat, janë gjendje shumë të mirë si thua materiale, megjithatë kanë probleme në familjet e tyre që i kanë shkatruar ato dhe mikat edhe fëmijët vujnë pasojat e tyre dhe për shkak të këtyre fëmijëve më është dashur që të futem në ndërmjetësimin duke kryer detyrën e avokatit të popullit. Pra nga kjo pikpamje, kjo ka zgjeruar shumë njohën time me problematikën e qytetarëve shqiptar, krahasuar pastaj edhe me standardet në vendet e tjera gjatë vizitave të shumta që kemi zhvilluar për trajnim ose për marrë përvoja. Dhe kjo ka bërë që, si thua, këto 10 vjet ka qenë një transformim total edhe për mua, për të parë të gjithë fenomenet e jetës shqiptare, të politikës shqiptare, por pa u përfshirë në politikën shqiptare, me një sy tjetër, me një sy më realist, por gjithmonë në prizmin e respektimit të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, me idenë për të gjetur atje kur ka qenë ligji i gabuar, kur ka qenë udhëzimi i gabuar, kur ka qenë urdhri i gabuar, për të gjetur shtigje që të mbrohet qytetari. Dhe këtë gjë e kemi shprehur që ne kemi ndërhyrë në 168 raste që ndryshohen ligjet ose vendimet e qeverisë, të cilët për mendimin ton kanë qenë të padrejta, dhe është mirë të them që mbi 80% e këtyre janë pranuar nga qeveria dhe janë bërë ndryshimet. Ndërsa për pikpamjen e drejtësisë, unë mendoj që siç e thash, unë kam ngelur poj Ermir Dobianit që kam qenë që në ditën e parë që kam punuar në administratën e shtetit shqiptar. Gjithmonë i drejtë dhe vetëm e drejtë. A dim ne të kërkojmë të drejtat tona? Unë them që shqiptarët nuk janë në nivelin e duhur për të mbrojtur të drejtat e tyre, sidomos nivelin të drejtave kolektive. Dhe për këtë gjë mua më vjen keq, jemi munduar ta bëjmë këtë, sepse edhe kemi dhënë shpesh personalisht mesazhe që ta bëhet kjo gjë. Unë them që një shqiptar cënohet më tepër kur në zyrat e pensionit për shembull i marrin 200 lekë ose e kanë llogaritur gabim ose si them ka raste që cënohet në të drejtën e tij për pagën për 50 lekë për shembull. Por kur vjen puna për të drejta që duhet të mbrojten në komunitet, siç janë për shembull rritjet e çmimeve. Rritjet e çmimeve, shqiptarët kanë patë nivelin më të lartë të çmimeve të telefonisë celulare në Shqipëri, kanë paguar dhe efektivisht i kanë të larta. Dhe nuk mendoj se ata organizojnë me raste shumë të rralla protesta për këtë çështje, protesta të mirë organizuara nga shoqëria civile, nga mediat, por për fat keq mediat janë blera nga kompanitë e mëdha që në fillim nëpërmjet sponsorizimeve për të mos bërë në media zhurmë për çmimet e larta të telefonisë që kemi paguar dhe që vazhdojmë të paguajmë.
ose për çështjet e ambientit, ose për çështjet e pastërtisë. Për shembull, unë them që çdo shqiptar në nivel mesatar dhe mesatar të hysh të shtëpitë të tyre, kënaqesh nga pastërtia, nga bukuria, nga rregulli, po sapo del në derën e jashtme të tyre, në shkallët e pallatit, vren një organizim total i papastërti, që tregon që nuk e kemi ndjenjën e komunitetit dhe të përpunuar në komunitet cilësinë e jetës tonë ta arrisim. Pra, ose për çmimin e energjisë elektrike. Unë nuk kam parë protesta të organizuara, nuk flas për protestat të sponsorizuara politikisht, absolutisht nuk flas për të tilla, po them që edhe politikisht duhet të bëhen bashkë gjithmonë që të kundërshtojnë ato që cënojnë nivelin e jetesës së qytetarëve shqiptarë. Se në fundit shumë nga shërbimet qytetare jepen tani nuk sigurohen më nga shteti. Pra, sigurohen nga kompani private. Dhe duke punuar që të mos rritet çmimi në kompanitë private, ne ndikojmë që të rritim cilësinë e qytetarëve të çdo shteti. Administrator duhet të jetë interesuar që të rrisë nivelin e cilësisë së jetës së qytetarëve të vet, dhe jo të mbroj ato pretendimet e pabazuara, kostet e pabazuara të kompanive private që duhet justifikojnë gjithmonë fitime më të larta. Kështu që nga kjo pikpamje, si thuash, është si thuash, porosia ime, ose angazhimi imi qoftë si qytetar që të nxit më shumë njerëzit e protestave të bazuara për çështje të tilla që prekin një gamë të madhe. Kjo mund të bëhet për shërbimet për shembull në shkolla, kjo mund të bëhet për shërbimet në shëndetësi, se këto janë fushat më të rëndësishme të cilat qytetarët shqiptarë duhet të shqetësojnë sot, dhe probleme anësore, probleme nga kaluara që pavarësisht të dhimbjeve të mëdha që ato kanë, duhet në radhë të parë njeriu ta jetojë jetën, pse të jetojë me kujtimet. Mund t'i drejtoni një apel qytetarëve që na ndjekin në këtë moment pikërisht për të sensibilizuar për të drejtën që kemi për të kërkuar të drejtat tona? Patjetër, apeli im është për cilin do që mos ta neglizhoj asnjëherë të drejtën e tij, të punoj, të luftoj për mbrojtjen e drejtave të tjerë. Po jo vetëm individualisht, edhe ai që është në krah të tij, edhe ai që ka dijeni për të, duhet që të punoj që ai që ka problemin, të zgjidhet problemin në përputhje me të drejtat dhe me kërkesat e kushtetutës, me aktet ndërkombëtare dhe me ligjit e tij, sepse të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë në një ditë mund të vimi në rolin atyre që ka nevojë për mbështetje. Prandaj, pa hezitim, flas për ndjenjën e kolektivitetit, të ndihmojmë atë që ka nevojë, por për shtetin është patjetër, për administratën duhet në çdo mënyrë të respektojë këto të drejta, sepse themelet e shtetit janë për të shërbyer qytetarëve dhe jo qytetarit të shërbejë administratës. Përveç lodhjes, impresioneve, ankthit, mendoni që jeni vlerësuar, zoti Dobiani, gjatë këtyre viteve të përkushtimit tuaj në këtë pozicion? Unë ndjehem shumë i vlerësuar, natyrisht ishte nder i madh dhe privilegj që drejtova institucionin Avokatit të Popullit për 10 vjet. Dhe këtë satisfaksion unë kam ndjerë të vlerësuar në 2 plane. Në planin personal, sepse në vitin 2003, me rastin e 50 vjetorit të datëlinjes time nga presidenti, unë mora dekoratën e lartë në Infrashëri të artë për punën e treguar për ngritjen e institucionit Avokatit të Popullit, sepse kishim 3 vjet e gjysmë që e kishim ngritur në atë kohë, dhe vlerësimi institucional, por që patjetër lidhet edhe me punën time, sepse unë isha ai që e krijova dhe e udhëhoqja institucionin Avokatit të Popullit për 10 vjet, është vlerësimi që u bë nga presidenti Topi me 10 dhjetor të vitit të kaluar, me urdhrin e lartë të Nën Terezës, i cili shpreh edhe misionin e Avokatit të Popullit, për kurajën, për gatishmërinë e treguar për përmbushjen e institucionit e detyrës së institucionit të Avokatit të Popullit. Që nga kjo pikpamje unë nuk mund të them që jam i pavlerësuar, përkundër jam tepër i vlerësuar. Po nuk ka munguar edhe vlerësimet nga shoqëria civile. Unë mund të përmend për shembull që nga Koplani u nderuam në vitin 2007 nga leadershipi shqiptar në si thua në panelin e mirëqeverisjes, Avokati i Popullit fitoi këtë vlerësim për vitin 2007 për aftësitë që kishte treguar si institucion
në fushën e mirë administrimit dhe të qeverisjes. Edhe kjo ishte një vlerësim i lartë nga shoqëria civile për avokatin e popullit. Pastaj mund të flasë për vlerësime nga më të ndryshme, për shembull. Kemi një vlerësim tjetër që është bërë jashtë shtetit, kur mua më është dhënë vitin e kaluar çmimi për fondacion për propozimet e reja kulturore nga Universiteti i Barit dhe nga Bashkia Martina Frankos. Dhe këtu kanë shkruar disa nga personalitete mjaft më zë të universitetit, të bashkisë dhe të ombudsmanëve të Italisë. Dhe këto janë vlerësime të cilat natyrisht mua më kanë dhënë kënaqësi, veç të tjerave, është edhe kurorëzimi me sukses i gjithë vërmëtarisë për të marrë titullin profesor, se deri tani unë kam qenë profesor i asociuar. Kështu që kam pat edhe nga kjo pikpamje një mundësi që nëpërmjet shkrimeve, artikujve, të pjesëmarrjes së konferencave të ndryshme të referimeve, të më ndihmojnë edhe mua në qoftë në karrierën e pedagogjisë dhe të mësimdhënies, por dhe të njohjes me ambiente të ndryshme ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut, në fushën e të drejtës administrative, kur unë jam profesor. Keni pasur fatin të takoni me shumë njerëz. Kam shumë kujtime, një numër shumë të madh fotosh, filmimesh të ndryshme, por këtu në këndin e Zyrës unë kam marrë disa nga ato më të spikaturat që mund të mendoj. Këtu është fokusuar një foto e imja me ombudsmanin e Danimarkës, zotin Hans Gammeltoft Hansen, i cili ka 25 vjet në detyrën e tij të ombudsmanit në Danimark. Ai përfaqëson njeriu dhe kolegun i cili më ka dhënë mua, më ka ndihmuar mjaft me këshillat e tij, me përvojën e tij për krijimin e avokatit të popullit në Shqipëri dhe për promovimin e institucionit tonë në organizme të tjera ndërkombëtare. Faktikisht, ju ka inspiruar dhe ka kontribuar portreti Nën Terezës përballë tavolinës suaj të punës për të mbritur tek ai urdhër i marrë nga presidenti Topi. Po natyrisht, prandaj portreti Nën Terezës është vënë përballë karikës të tavolinës ku unë punoj çdo ditë. Është vënë që në fillim kur kemi qenë në zyrat e tjera, dhe kjo më ka inspiruar mua në punën time që të mishëroj shpirtin e Nën Terezës, shpirtin human të saj, për të ngjendur pranë të pambrojtërve, personave të cilët janë më në nevojë. Dhe kjo ka qenë dhe ajo që më ka shfrymzuar mua që me vërmëtarinë time ti ngjaj sa do pak asaj. Jeni në përfundim të mandatit të dytë, gjë që nuk ju hiq mundësinë të kandidoni për një mandat të tretë, dhe unë do t'ja uroja thjesht me dëshirën për të konsoliduar këtë institucion i cili është në 10 vjetorin e tij. Nëse do ta rimerrni të mandat, mendoni se ka një shkallë tjetër nga e cila do të fillojë angazhimi juaj, angazhimi i institucionit tuaj? Po natyrisht, pasi periudhë 10 vjeçare kam patur mundësinë të reflektoj në gjithë këto vite çfarë gjëra janë bërë mirë, çfarë gjëra janë bërë shumë mirë, çfarë gjëra janë bërë dobët dhe çfarë gjëra janë bërë keq. Kështu që në vizionin tim është se nëse unë do të rizidhem përsëri avokatit popullit, do të fokusohem më shumë në ato që janë problemet më kryesore dhe ku ka më tepër ankesa. Për shembull, janë ankesat në lidhje me pronët në zyrat e regjistrimit. Pra të fokusohem më shumë tek ato ankesa. Pavarësisht se ne kemi akses të kufizuar në gjykatë dhe në prokurori, mendoj që do t'i drejtohemi më tepër këtyre institucioneve që me gjithë kompetencat tona të ndërhyjmë më tepër që të rritet cilësia vendimeve gjyqësore, që të shkurtohen sidomos afatet e gjyqeve, dhe kjo është një plagë për vendin tonë, dhe njëkohësisht ndonë se ne nuk e kemi përdorur sa duhet, në kuptimin se s'kemi dashur ta përdorim shumë forcën, presionin e ashpër për të kallëzuar penalisht në punësit e administratës, dhe tani e kemi kryer me mjaft, si thosh, me mjaft ashpërsi vetëm ndaj organeve të policisë, dhe mirë kemi bërë se kemi
kërkuar masa dhe janë dhënë masa mbi 280 oficerë policie. Por këtë gjë kemi bërë më pak për në punësit e shkallëve të tjera të administratës dhe mendoj që në të ardhmen, nëse unë do të jem në krye të këtij institucioni, do ta fokusoj punën që krahas bindjes të përdorim më tepër shtrëngimin, pra krahas kulaçit dhe edukimit, përdorim më tepër edhe kërbaçin ndaj administratës, që kjo nuk është sepse them që do të bëjmë në hata ose në gjë të jashtëzakonshme, por do të zbatojmë kërkesat tona ndaj atyre zyrtarëve që për 10 vjet për shembull, disa herë kanë dalë emrat e tyre, kanë shkelur drejtë. Tani ne nuk do të merremi shumë me ta duke këshilluar, duke i bërë se ka humbur koha e këshillimeve, por do t'i çojmë ata në ndjekje penale, do kërkojmë të hiqen nga postet të tjera. Çfarë punojësi ose zyrtari keni qenë në marrëdhënie me kolegët, me stafin tuaj? Mund ta përshkruani pak veten? Po, më mirë do të flasin të tjerët për këtë çështje. Unë them që nuk kam qenë shumë i afër, kam qenë i drejtë me ta, të duket edhe në faktin se shumë pak masa disiplinore për shkelje që kanë bërë këtu, nuk e kam përdorur largimin e punës nga puna si masë ekstreme. Jam munduar të zgjidh problemet me butësi, në kuptim të mirë kuptimit, por ka raste në njëri që e ka bërë borxh dhe që do ta meritonte një gjë të tillë. Ndërsa po shijojmë kafen këtu së bashku, do doja që edhe të shtendoseshim pak nga pozicioni që t'jep vetë institucioni, cila ka qenë edhe mbetet moto e jetës suaj. Moto e jetës time është që mos u tërhiq nga vështirësitë, je vazhdimisht i drejtë me të tjerët, por edhe të tjerëve kërkoj që të jenë të drejtë me personën, pra me veten. Gjithashtu duhet të dish të luftosh për të arritur synimet që ke, të mbrosh dhe të punosh në radhë të parë për veten dhe familjen tënde, por pa rënë në kundërshtim me të drejtat, me kërkesat, me interesat e komunitetit dhe të shoqërisë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Në natyrën time, faktin që nuk jam tendencios, që ditë për shtatën, dhe që mundohem të ngjall tek tjerë ndjenjën e mirësisë. Besoni dhe ku? Natyrisht nuk jam fetar, por besoj se kjo botë që është krijuar ka një krijues, dhe besoj tek vlerat e shoqërisë, të njerëzimit, mbi të gjitha besoj dhe mbështes shumë vlerat e familjes, dhe familjes së ngushtë, po edhe familjes diçka më të madhe, pra familje, gruaja, fëmijët, por patjetër edhe vëllezërit e motrat dhe prindët. I respektoj dhe i dua. Çfarë ju lumturon? Tani më lumturon në këtë moshë, më lumturon ajo çfarë gëzon fëmijët e mi, familjen time. Këto janë qëllimet e mia, paktën në jetë. Më gëzon pastaj në një plan më të përgjithshëm, më gëzon zhvillimi i Shqipërisë, ecje përpara, arritjet që ndodhin për vendin tonë si Shqipëri, zhvillimi i jetës, pasurimi i qytetarëve, ndryshimi i sjelljes së tyre, ndryshimi i sjelljes së shtetit ndaj qytetarëve. Natyrisht më ka gëzuar shumë hapi politik, pjesëmarrja e vendit tonë, pranimi në NATO, më gëzon hapat përpara që po son Shqipëria progresi drejt hyrjes në vendet e Bashkimit Evropian, sepse vetë ka dhënë puna mundësi të njoh avantazhet e këtyre hapave për shqiptarët dhe të mirat që ato kanë. Do mësoj patjetër marrja e të drejtës së lirisë së lëvizjes së qytetarëve shqiptar premtuar për 6 milionë të këtij viti dhe hapat të tjera, dhe më lumturon kjo se institucioni avokatit të popullit, puna e institucionit dhe puna ime ka bërë që në këto hapa që janë bërë të kenë ndikuar pozitivisht. Dhe kjo është fakt që nuk e them unë për të mburur veten,
Ka dje raporte ndërkombëtare që kërkojnë që ka zhvillime të tjera politike, të respektohen liritë e drejtë themelore të njerëzve, të ketë progres në këtë punë. Dhe nëse ne nuk do kishim progres në këtë punë, padyshim që ne nuk do kishim as pranim në NATO, padyshim që ne nuk do kemi hapa përpara në integrimin e Bashkimit Evropian. Pra nga kjo pikpamje unë jam i lumturuar që me këto 10 vjet kam vënë dhe unë një gur në themelin e zhvillimit të shoqërisë.